por mua fundi është kur këtu që shikoni këtë që shikoni këtu mbrapa me ka Albania këtu ta marrim, ta vendosim tek tryeza e Bashkimit Evropian. Albania aty dhe Franca, Gjermania, Hollanda, Danimarka, të tjerët jenë aty bashkë në tryezë. Po kush do ulet pas asaj tabele? Sepse për gjermanët dhe francezët më rëndësishëm se sa tabela është personi që ulet mbrapa tabelës. Sepse ai do të jetë si barabartë me ta. E kush do të ulim ne? Kë do të ulim ne mbrapa tabelës? Këtë? 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 Këtë do ulim? Sepse dyshoj se danezët dhe hollandezët do të pranojnë të ulen si të barabartë me ca njerëz për të cilët prokuroria e vendit të tyre dyshon se kanë mbledhur paratë e popullit. Apo aq më keq akoma për disa të tjerë ka prova dhe është provuar në gjykatë që kanë mbledhur paratë e popullit. Natyrisht ata, si dhe ne, presin zgjedhjet e 11 majit për të parë se kë do t'ju çojë populli shqiptar si kandidat për të ulur në tryezë si të barabartë me ta. E nëse populli shqiptar ju çon përsëri të njëjtët njerëz që dyshohet se vjedhin popullin, atëherë ata do të nxjerrin përsëri të njëjtat yçkla, siç nxorën 10 vjet për hapjen e negociatave. Duhet i kishim hapur në 2014 dhe i hapëm 10 vjet më vonë. Pse? Sepse ata e kanë të vështirë të pranojnë si të barabartë kur ti je hajdut. Populli ka dorë në 11 maj. Nëse do që ta përshpejtoj procesin e ne të jemi pjesë sa më shpejt e Bashkimit Evropian, do duhet të çojmë ca njerëz të ndershëm. Nëse ne i themi Bashkimit Evropian që këta janë njerëzit që do na përfaqësojnë ne dhe ata janë hajdut, prokuroria dyshon se kanë mbledhur paratë e buxhetit, kam përshtypjen se do thonë provoje përsëri. Populli e ka dorë.